Sot, përmes kësaj video, do të shpjegoj përse qeveria tranzitore është opsioni më i mirë politik për t'i dhënë fund tranzicionit dhe për të nxjerrë Shqipërinë nga kriza, për të krijuar zgjedhjet e para demokratike në vend. Qeveria tranzitore, për një afat 12 mujor, e përbërë nga intelektualet më të mirë brenda dhe jashtë vendit, do të krijonte mundësinë për ta çliruar qeverisjen e këtij vendi nga Edi Rama dhe qeveria që ai drejton, duke i dhënë mundësi vendit që të krijojë për herë të parë zgjedhje të lira dhe demokratike. Së pari, duke çliruar Ministrinë e Brendshme nga Edi Rama, do të krijojë mundësia që në territor të vepronte policia e shtetit e pakapur nga krimi, duke mos lejuar krimin e organizuar të bëjë vota për pushtetin. Së dyti, do të çlirojë administrata nga presioni i pushtetit aktual, duke lejuar atë të krijojë flukse të reja politike përballë qeverisjes aktuale. Së treti, do t'i hiqej Edi Ramës dhe pushtetit që ai drejton mjetet ekonomike dhe logjistika shtetërore për të falur gjobat apo për të manipuluar përmes bonuseve që jep. Gjithashtu, do t'i hiqej mundësia për të influencuar te drejtoritë e përgjithshme për dhënien e legalizimeve, tatimet e meradh, për të deformuar vullnetin popullor. Ndaj qeveria tranzitore sot është një zgjidhje për vendin, për ta demokratizuar atë dhe për t'i dhënë vendit një mundësi për të shkëputur nga realiteti i trish politik ku ai ndodhet. Ndaj në datën 17 janar, në orën 6 pasdites, ditën e shtunë, ju pres masivisht në bulevard përballë qeverisë së Edi Ramës, që është qeveria më e korruptuar e Europës.